Detajet të reja janë zbardhur në lidhje me grupin kriminal të përfshirë në trafikun e armëve të zjarit goditur nga policia gjatë ditëve të fundit. Në kuadër të operacionit, në pranga kanë rënë 3 persona, Artur Brahimaj, Ilir Zyberi dhe Artur Ushiti, ndërsa një tjetër shtetas është shpallur në kërkim. Sipas hetimeve paraprake, armët e zjarit dyshohet se janë siguruar nga qyteti i Fierit dhe më pas shiteshin në Tiranë me çmime që varionin nga 700 deri në 800 euro për armë. Dyshohet se këto armë do të përdoreshin nga grupe të tjera kriminale për kryerjen e ngjarjeve të rënda penale. Autoritetet po vijojnë hetimet në Fier me qëllim identifikimin dhe arrestimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal, si dhe zbardhjen e plotë të rrjetit të trafikut të armëve. Një nga personat e arrestuar është Ilir Zyberi, 55 vjeç, i njohur dhe me mbiemrin Avdillari, një emër i njohur për drejtësinë shqiptare. Zyberi rezulton me precedent të rënd penal, i dënuar më parë për vrasje dhe i skeduar për trafik droge në vitin 2017. Sipas të dhënave, ai ka qenë antar i bandës së Ysberishtit gjatë viteve 97-98 dhe dyshohet të jetë i përfshirë në të paktën 20 vepra të rënda penale. Dënimi më të rënd, 22 vite burg, Zyberi ka marrë për vrasjen e biznesmenit italian Stefano Rossi, ngjarje ndodhur më 27 janar 1998. Biznesmeni italian u ekzekutua vetëm 100 metra larg fabrikës së tij, pasi kishte tërhequr nga banka shumën prej 30 milion liretash. Zyberi kishte përfunduar vuajtjen e këtij dënimi vetëm disa muaj përpara arrestimit të tij në vitin 2017. Hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të aktivitetit kriminal, si dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë.